të është një mashtrim që ndodh mbi 20 vjet në Fushë Kosovë. Unë pas ka qek e burimi mi pas kalon edhe këty 2 vjetet e para, me mu do të jetë ndryshimi madh në komunën e Fushë Kosovës. Qytetarët e dinë që 3 vjet realisht është kryetari i komunës. Me gjitha kompetencat që i ka pas kryetari i komunës, ja ka delegu zotni Besnik Osmanit, kështu që ka pas kohë dhe mundësi me i përfshi të gjitha këto në buxhet. Por nuk i ka përfshi. Do të është një mashtrim që ndodh mbi 20 vjet në Fushë Kosovë, ku vetëm premtohet dhe nuk realizohen projektet në të mirë të qytetarëve. Urna? Jo, vetëm ka një paradoks në kumtimet publike. Gjithçka që thuhet në fushat është se unë do të jem kryetar komune, Borim Berisha do të jetë në kryetar, ai ka me vazhdu me qeveri sepse s'kam ka qek, unë pas ka qek e burimi mi pas kalon edhe këty 2 vjetet e para me kanë kryetari plot. Jo, s'kam qenë kryetari plot, me mu do të jetë ndryshimi madh në komunën e Fushë Kosovës, Borim Berisha nuk do të jetë në kryetari i komunës së Fushë Kosovës, nuk do të jetë në qeverisë do të jenë njerëz të ri e profesionistë. Valon. Po,